Po thuaj gjithkënd që kam njohur deri më sot, e ka patur një problem. Disa kanë problem të hynë brënda, disa kanë problem të dalin prej saj. Problemi me gjeneratën time është se e ka vështirë për të vendosur për martesë, pasi e gjen të vështirë devocionin ndaj saj. Isha mësuar të ndiqja dasmat, uroja çiftet, edhe nuk çuditesha shumë kur vetëm pak vite më pas shikoja dhëndrin duke drekuar në restorant me një vajzë më të re, të cilën ai ma prezantonte si mikesh, duke shtuar: "E dini, unë me jetojmë të ndarë, pasi kështu dhe ashtu." "Pse i kemi këto probleme kur vjen puna tek martesa?" pyeta Morin. Fakti që kisha pritur 7 vjet para se t'i propozoja Xheninës më bënte të mendoja se gjenerata ime ishte më e kujdesshme, më e matur se ata para nesh. Apo mos ndoshta më egoiste? "Mua më vjen keq për gjeneratën tuaj," tha Mori. "Po mirë të rinjtë sotëm, ata nxitojnë drejtë në martesë dhe brenda pak muajve divorcohen. Ata nuk dinë se ç'kërkojnë tek partneri, ata nuk njohin ende veten e tyre, si mund të njohin atë me të cilin martohen." Ai pshërtiu. Mori kishte këshilluar kaq e kaq çiftet të palumtura gjatë karrierës së tij. Sa keq, sepse bashkëshorti ka peshë të madhe. Kjo kuptohet në situata si kjo imja, kur je sëmur. Miqtë janë shumë të mirë, por miqt nuk do të ndodhen pranë atë natë kur ju kolliteni dhe nuk jeni në gjendje të flini. Dikush duhet të ri gjithë natën pa gjumë për ju, t'u ndihmoj dhe t'u qetësoj. Charlota dhe Mori ishin njohur që kur ishin student, kishin 44 vjet së bashku. I vështroja si kujdeseshin për njëri tjetrin. Vija re kur ajo e kujtonte Morin të mos harronte ilaçet, e fërkonte në qaf apo bisedonin për ndonjërin nga djemt. Ata ishin një, shpesh mjaftonte një vështrim i heshtur të kuptoj se çfarë mendonte tjetri. Charlota ishte personazh privat, ndryshe nga Mori, por unë e di se sa shumë e respektonte ai atë, sepse ndonjëherë gjatë bisedës ai thosh: "Charlotës nuk do t'i vinte mirë nëse do të ta tregoja ty këtë." Këto ishin të vetmet raste kur ai nuk e shtynte më tej bisedën. Unë kam mësuar kaq nga martesa. Martesa të vë në provë. Ju zbuloni kush jeni, zbuloni kush është tjetri dhe sa përshtateni me njëri tjetrin. A ka ndonjë farë mënyre për të kuptuar nëse martesa do të ecë mbar apo jo? Mori buzëqeshi. Gjërat nuk janë aq të thjeshta. Megjithatë, përsëri ka disa rregulla. Nëse ti nuk e respekton palën tjetër, ke për të pasur probleme. Nëse nuk di si të bësh kompromis, do të kesh probleme. Nëse nuk jeni në gjendje të flisni hapur se ç'po ndodh midis jush, do të keni vështirësi të mëdha. Dhe në qoftë se nuk keni të njëjtat koncepte për vlerat në jetë, do të keni shumë shqetësime. Vlerat tuaja duhet të jenë të njëjta dhe më e madhja e tyre. Po, besimi tek rëndësia e martesës. Ai mori frym dhe mbylli syt për një moment. Personalisht mendoj se ai pshërëtiu me sy të mbyllur. Martesa është një gjë shumë e rëndësishme dhe kush nuk e provon, humbet shumë. Ai e mbylli këtë bisedë me një poezi të cilën e citonte si një lutje: "Duajeni njëri tjetrin ose vdisni." Dikush ka thënë: "Martesa është si puna e trenit në stacion. Ata që janë jashtë kërkojnë të hyjnë brenda, ndërsa ata që janë brenda kërkojnë të dalin jashtë." Unë për vete i përkas një kategorie të mesme. Preferoj të ri në tren për të zbuluar dhe përjetuar vazhdimin e udhëtimit.